Shkencëtarët kanë zbuluar dëshmi të cilat ata i konsiderojnë si shenjat më të forta të ekzistencës së jetës përtej sistemit tonë diellor. Një grup shkencëtarësh zbuluan gjurmë kimike të gazeve në atmosferën e një planeti alien, të cilat në tokë prodhohen vetëm nga organizmat e gjallë. Astronomët kanë zbuluar në egzoplanetin K2-18b gjurmë të dy përbërjeve kimike, dimetil sulfid dhe dimetil disulfid, të cilat në tokë prodhohen ekskluzivisht nga format e jetës, si fitoplanktoni detar, shkruajnë mediat e huaja. Kjo është prova më e fortë deri më tani për aktivitetin e mundshëm biologjik përtej sistemit tonë diellor, tha për The Guardian profesor Niku Madhusudan, astrofizikant në Universitetin e Cambridge-it, i cili drejtoi ekipin hulumtues. Ne jemi shumë të kujdesshëm. Duhet të vëmë në dyshim vlefshmërinë e sinjalit dhe atë që ai mund të thotë, shtoi ai. I vetmi skenar që shpjegon aktualisht të gjitha të dhënat e marra deri më tani nga James Webb Space Telescope, duke përfshirë vëzhgimet e kaluara dhe të tashme, është ai ku K2-18b është një botë e mbushur me jetë, tha më tej profesori.